të janë në rrafshin e sigurisë, mbrojtjes edhe të ekonomisë. Nëse Osmani ka arritur të mbajë raportet më mirë me SHBA-t, i pengon kjo lëvizjes vetëvendosje, ashtu siç është referuar Osmani? Unë po them që ne angazhohemi për të thelluar raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po nëse dikush tjetër ja ka dalë të thellojë më tepër se sa ju kanë fjalën. Pas Kosovës, ne angazhohemi për Kosovën, nuk është kjo puna e vetës, nuk vendoset vetja asnjëherë në fokus. Në fund të fundit, ne, deputet, ministra, kryeministër, president, ata që ishin e ata që janë, e ata që du të vinë, janë për interesat e shtetit Kosovës. Janë për interesat e shtetit Kosovës, dhe nuk mund të vendosim veten asnjëherë në nivel paralel me shtetin. Ne angazhohemi për interesat e shtetit Kosovës. Në anën tjetër, duhet ta kemi një gjë parasysh. Zonja Osmani, megjithatë, vazhdon të jetë presidenti i Republikës me mandat deri me 4 prill. Dhe zonja Osmani duhet të jetë më e vetë përmbajtur, sepse është presidente deri me 4 prill. Dhe unë e respektoj si të tillë. Është presidente e vendit në cilin unë jam deputet në rastin konkret. Pas 4 prillit, nëse zonja Osmani vazhdon... A besoni atëherë se ja humbi këtë vetë përmbajtjen Osmanit? Për të diskutuar dhe për të sqaruar. Çka besoni se ja humbi Osmanit këtë vetë përmbajtje? Nuk e kam as rolin as detyrën për të analizuar në këtë nivel. Pyetje për zonjën Osmani dhe pyetje për zonjën Osmani dhe për të tjerët. Nuk e kam as rolin, as detyrën, as kapacitetin dhe temi ligjore kushtetues për të folur në këtë nivel. Vetë se po them që Presidenti i Republikës, derisa është president ose Presidenti i Republikës, duhet maksimalisht të angazhohet deri në minutën e fundit të përmbush këtë funksion. Është për të ardhur keq natyrisht që zonja Osmani fatkeqësisht në muajin e fundit të mandatit të saj 5 vjeçar po e mbyll domethënë mandatin me një shkelje të rëndë kushtetuese, sepse shpërndarja e kuvendit, ndërprerja e mandatit të kuvendit, të deputetëve në mënyrë arbitrare, të pabazuar në Kushtetutë të Republikës Kosovës, është një veprim i pashembullt në demokraci. E kur jemi tek shkeljet kushtetuese, Osmani dje në intervistën që pati për një medium në Shqipëri, tha se lëvizja vetëvendosje e ka shkelur me 10 herë kushtetutën në këtë periudhë pra sa ka qeverisur. Fillimisht, si e shihni këtë deklaratë të saj dhe mbas edhe periudha kur po e thot një gjë të tillë, pra pak javë para se të njëjtës ti përfundoj mandatin në farforme, çka tregon kjo dhe për demokracinë në vend, nëse presidentja do duhet të ishte në farforme gardiane e mbrojtëse e kushtetutës vendit. Në farforme, presidenti i Republikës tash është garantues i funksionimit kushtetues të institucioneve. E ka për përgjegjësi. Nuk pritet prej presidentit që të cënoj rendin kushtetues dhe të shkel kushtetutën në këtë nivel, ndërkohë që ka për përgjegjësi ta bëj kundërtën. Në anën tjetër në lidhje me këtë deklaratë, po çfarë do të thotë kjo? Për ta justifikuar shkeljen, e para do ta kemi një gjë parasysh. Vetëvendosja është parti politike, nuk e ka shkelur vetëvendosja kushtetuesën asnjëherë, e para. Nëse flisim për ministrat nuk bëjnë shkelje kushtetuese, dhe këtë do ta sqarojmë edhe për opinionin publik. Shkeljet e kushtetutës bën presidenti i Republikës. Ministrat mund të nxjerrin akte, vendime, politika të cilat mund të bien ndesh me kushtetutën dhe në momentin që adresohen, ato ndalohen, përmirësohen, plotësohen, ndryshohen edhe ecë tutje. Nuk shkelin kushtetutë ministrat, nuk shkelin kushtetutë deputetët. Po, deputetët mund edhe ta votojnë një ligj i cili në një nen të caktuar nuk është në përputhje të plot me një nen të kushtetutës, por ekzistojnë mekanizmat për ta parandaluar këtë gjë. Nuk mund të ndërtohen paralele të tilla. Edhe sikur të jetë vërtet që e kemi shkelur, po s'e kemi shkelur asnjëherë kushtetutën. Domthonë, po ka pasur projekt ligje të caktuara nga opozita që janë dërguar për qëllime për t'i pamundsuar reformat, që disa prej tyre në ndonjë nen edhe është gjetur që nuk është në përputhje me kushtetutën. Po kjo është normale në jetën parlamentare. Domthonë, për sa kohë e ke mekanizmin preventiv, ndërkohë që e ki dhe institucionin që ka autoritetin përfundimtar për të vlerësuar. Por shkelje të kushtetutës bën vetëm presidenti i Republikës. Nuk po them në rastin konkret të shkelje dekreti, por shkelje bën vetëm presidenti. Domthonë, në historinë tonë, në kuptimin e konfirmimit, sa dhe në rastet e tilla do të konfirmohet. Nëse ajo paska besuar kështu dhe nuk e ka